është diçka e mirë. Jemi të bëjmë këtë punë kalkulime politike si kush e di. Po tani të bëjnë kalkulime politike edhe për një rezolutë si kjo, Albatros. Ata janë politikanët bëjnë kalkulime politike. Është gjëja më normale. Po jemi në kushtet për të bërë kalkulime politike me këtë çështje, se këtu po flitet mund të plas lufta e radhës botërore në vazhdim edhe. Po supozojmë që plas lufta e radhës botërore, një majoranca dëshiron që të pozicionohet si i bjen më së miri. Është instinkt natyror. Mos ta bëjmë politikën tash si diçka. Albatros, unë edhe në kuptimin e një përfitimi politik, unë do të thoja që do ishte përfitim politik për majorancën sikur krijon të klimën e pjesëmarrjes dhe të konsensus nga opozita. Po do shikosh. Sesa sepse do jetë mesazhin e një kompromisi, për arritje kompromisi, për lufta nuk është në front pa kompromis, po aty ku ekzistojnë premisat e kompromisit, ulemi dhe japim konsensus. Prandaj e quaj cinike dhe e quaj dhe fëminore, siç e përmendi pak më përpara. Tash këto janë si drera kalamajsh. Ajo është e drejtë që po thu, por në fundit është rezultati që dakor, formalisht rezultati. Edhe tash ata nuk kanë pas asnjë arsye të botës që mos të rrinë aty. Kanë mundur të rrinë, të votojnë, të shkruajnë një letër, të dërgojnë State Departmentit, të thonë ne votuam por dhe pse majoranca na e bëri kështu, mundu me na nxjerr, por ne nuk jemi kështu, dhe kjo veprim politik. Shiko, ajo në një mënyrë u ekuilibrua jashtë parlamentit me deklaratën që mbajti zoti Berisha, ku pozicionua. Nuk është nuk është e njëjta, por në një kushtet. Ai e kuptoi doktor Berisha që ka gabu, edhe tash hajt kushtet ku nuk krijon premisa për një debat parlamentar, do të zhvillohet debat para se të kalojë një rezolutë. Kjo është si do kalojë ajo. Për do të hedhësh, do ketë diskutime, do ketë debat, dhe isha i bindur që kompromisi do të arrishe, se pozicionet e palët dishin. Po se kanë dhe më përpara, që kanë rezoluta, në diskutuar, aty dhe në metuar. Soti Tafani, ne jemi sulmuar 2 herë nga Irani, në rrugë të tjera, tani që votuam një rezolut, dhe që e shpallëm Iranin shtet terrorist, a në arritet rreziku? Pra, a mund të jemi tani më shumë në lupën e tyre? Pavarësisht se jemi vëndantar i NATO-s? Po ne kemi qenë në lupën e Iranit, ose më saktë kemi qenë në shënjesën e Iranit edhe për akt terrorist në Shqipëri në 2019. Pikërisht, tani mund të shtohet ky rrezik? Rreziku mund të jemi më të prisht tani e kam fjalën si vend? Pyetja është, a është Irani shtet sponsorizues i terrorizmit? Ne në studio këtë e themi po. A është IRGC-ja sponsorizuese? Ne në studio e themi po. A është Hezbollah? Edhe ai përfshirë. Ne në studio e themi po. Dhe normalisht qeveria po ecën këtë drejtim. Problemi është që ty të duhet një farë procedurë dhe një farë analize, sepse duhet një plan masash. Pra ti përpara se të shkosh në një rezolut, duhet mbledhësh Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Po duhet mbledhësh Këshillin e Sigurisë, duhet marrësh një raport, bësh një analizë dhe thuash pse duhet kjo gjë. Për mua duhet dhe është e vonuar. Por duhesh një procedurë përpara për analizë, sepse nuk është kot kjo analizë, duhet dhe një plan masash mbrapa. Pse po bëhet kjo? Nuk është si rezolutat e tjera që thuhet rezoluta për Srebrenicën apo për Kosovën apo për tjera. Është pak më e veçantë, sepse në qoftë se ti thua se rezolutë qeveria të shpalli, ti do e fuzësh në një listë organizatash terroriste, që do të thotë çdo person që është në Shqipëri, i cili ka një farë lidhje me Gardën Revolucionare apo me Hezbollah apo me të tjerët. Çdo person që është në Shqipëri që mund të ketë patur lidhje ose ka lidhje me që mund të ketë patur apo që ka lidhje, do dyshohet për terrorizëm.